Me Bledar Gjeqen ishtë basketbollistin dhe ishtë trajnerin kampion të Vllaznisë, i cili sot trajnon në Kosovë. Profesor, dua një opinion tuaj për ekipet e Vllaznisë, meshkuj dhe femra në mbylljen e sezonit. Cili është opinioni juaj fillimisht për meshkujt, të cilët bën mirë gjatë kampionatit, por në fazën finale nuk arritën të shkojnë mbetej se sa deri në gjysmën finale. Në përgjithësi kanë pas një paraqitje të mirë, ekipet e Vllaznisë, si femra si meshkuj, duke pas parasysh gjithmonë atë që është themra akilit për çdo ekip anën financiare. Duhet të theksu që janë ekipet ndoshta më të dobta financiarisht, që kanë pak të mbështetje, duhet më mbështet më shumë, sepse sot lush sport vetë fakti që në ekipin e Vllaznisë ka shumë pak elementa vendor, shkodron për shembull, bazohen kryesisht në lojtarët e ujit, cila është që pjesë duhet riparohet, sepse ekipi duhet të krijojë një bazë me lojtarë vendor. Te ekipi femrave është, po mungojnë financimet për lojtarët e ujit, sepse nëse ekipi femrave do të kishte pas lojtarët e ujit, do të kishin pas rezultat tjetër, pa dyshim, sepse ato losin me Tiranën, me Partizanin, me Vlorën, cilët kanë 6-7 huja. Ato losin vetë vendore. Kurse e kundërta në të Vllaznia, ku kanë lojtarë të huj, por mungojnë elementi dhënës. Duhet me punu më shumë, për arsye sepse Vllaznia duhet me kriju një bazë lojtarëve vendor, pastaj të mendohet aty ku janë problemet, playmaker apo në qendër apo në pozitat 2-3, duhet marrën studion më mirë, marrën lojtar, po gjithsesi e thash përsëri është shumë e vështirë sepse në këto kushte financiare është shumë e vështirë me zhvillu basketbollin në shkollë. Sa i përket elementit Shkodran, vedre një përkujdesje nga ana shoqatës e basketbollit dhe teknikut Eni Llazani për t'i promovuar. Ndoshta vitin e ardhshëm mund të kemi një vllazni me element Shkodran më shumë. Kam frikë, sepse për të kriju një sportist duhen disa vite. Këto janë mënyrësat viteve të kaluara, të cilat aktualisht po punohen, me thënë drejtën, kanë vore edhe këto ditë nuk ka pushu stërvitja, po të vish mas dite i gjenë këtë elementin e ri, ku trajnerët e shoqatës janë afër tyne, punojnë, por duhet kohë, do në kohën e vetë. Të janë lojtarë shumë të ri, janë 16-17, dojnë kohën e vetë për më bëjë si sportista. Po problem tjetër është sepse masi të bëjnë sportista, a jene të zëtë në MMA? Nuk jene të zëtë në MMA, është shumë problem. Prandaj thëmë, nëse zgjidhet problemi financiar të Vllaznia, unë vetë jam detyruar për me shku dikun tjetër për me shku, sepse këtë e kena punë, e kena profesion. Nëse nuk zgjidhet kjo, ne diskutojmë këtë. Është shumë problem. Profesor, pikërisht për ju, në aspektin personal, prej 2 vitesh jeni në Kosovë, jeni rikthyer tek skuadra Bashkimi i Prizrenit, aty ku keni bërë histori, si basketbollist ashtu si trajner. I kënaqur me këto 2 sezone? Aktualisht jam asistent i parë i trajnerit, sepse trajneri është këtë vit që kalum është Igor Jovovic, cili ka qenë edhe zonës trajner në Bayern Munich, ku ka marrë pjesë në Euroleague. Ka pas një CV shumë të pasur me ekipet ndryshme, nga kampionati gjerman, kampionati polak. Ka qenë edhe 3 herë kampion me Budusnosin në Malin e Zi. Dhe është një eksperiencë shumë e mirë për mua në aspektin profesional. Pastaj edhe kushtet janë shumë të mira, atje është kretë ndryshe nga këtu, dhe më thonë gjë është profesioniste. Si vjetë pat me rezultate shumë të mirë në Eurocup, ku e kualifikuam në grupe, pra lujtëm kualifikusen me Anvillin e Polonisë, fituam për honëm në Poloni, por u kualifikuam prapë. Në grupë patëm Cibonën, Dijonin dhe Regjinën, ku nga një fitore fituam me të 3 skuadrat, që është një rezultat ndoshta historik për Kosovën. Por e keqja që se të 3 ekipet u barazu me pikë dhe vendosi Kosovë. Ne nuk shumë matutje, shkoj vetëm një ekip Regjina, por gjithsesi ne bëm një paraqitje shumë të mirë, kështu që më thanë na përmend edhe në shtypin në ato faqet e FIBA-s apo edhe në shtypin kosovar na përmend. Kurse në kampionat na ndryshoi pak situata sepse ikja e një lojtari ton kryesor, që e mori Cibona. Duke pas paraqitje të mira, ai vazhdoi me Cibonin dhe na lë një handicap shumë të madh, sepse rregulli atje është me 3 huj dhe 2 vendor. Ai ishte lojtar vendor, po kështu edhe me të hujt s'patën fat
bashkë në ishin në finale, në dëmtuan 3 vetë, njëri thej Dorin, tjetri në Gjunin, dhe lojtari i tretë me Zori Lute, ishin pika tona pa kryesore, kështu që nuk pat me fat. Ndoshta ti kishin pas të lojtar, mund të kishte kënd diçka. Profesor, e veçanta e juaj, po themi familjes Xheçe është fakti sepse ju keni në skuadrë dhe djalin tuaj, Veton Xheçen, pra është trajneri Bledar Xheçe dhe Veton Xheçe, një nga talentet e basketbollit shkodran që i është bashkuar bashkimit të Prizrenit në Kosovë. Po, Vetoni si vjetë ka qenë e vështirë për të përmelujt, ashtë aktivizu disa ndeshje, edhe ndeshjen finalet fundit e lujti, pas një minutash, 8 minuta, në muzika bëj, pas një paraqitje shumë mirë, por konkurenca në ekip është shumë e madhe. Ne duhet ta dimë që ne jena shumë koshjenta që kemi 4 lojtarë të ekipit kombëtar, të Kosovës dhe të Maqedonisë, që janë shqiptarë, po kështu janë edhe 6 amerikanë, konkurenca është shumë e lartë. Por është një gjë pozitive sepse Vetoni ka pas një hap cilësor, ndryshe në viti kalon, që e kanë vure domethënë edhe specialistat e Tiranës. Si vjet ai përsëri mendohet me kanë pjesë e ekipit, por gjithsesi ai mund të presë në një ofertë tjetër për ekipeve të tjera për arsye të minutazhit. Por gjithmonë duhet me alan kohës, është e rëndësishme sepse ai ka përparuar shumë. Ka bërë një hap më cilësor, kjo do t'i shërbej në të ardhmen e tij sepse ka kohë për më rrit, sepse është pronëria, është 21 vjeç dhe ka përpara ato. Profesor Xheçe, pra shikohet dhe konstatohet mjaft qartë se i provoi shumë pozitive në Kosovë me bashkimin e Prizrenit, por është e pakrahasueshme. Por publiku shkodran kërkon ndoshta pret një rikthim të mundshëm. Për momentin të dy Xheçeve tek Vllaznia. Për momentin është e vështirë sepse thash edhe mund në iman pak. Ajo pjesa atje më rrit më shumë profesionalisht. Thash ka eksperjenca të tjera, për mua është e mirë për me pas shumë ndrime trajnerë sepse gjithë secili ka eksperiencën e vet, kjo nga ana flas nga ana profesionale, jo nga ana rezultative, se është keq. Ndërsa ndrohet trajnerë atëherë gjëra nuk shkojnë mirë. Por edhe për të, edhe për Vetoni është e mirë sepse atje është krejt një realitet ndryshe, kanë kushte të tjera, kampionati është shumë i fortë dhe do t'i shërbejnë thashë për tokë. Nuk i dihet, ndoshta një tonë shpejt. Unë për vetim këtu mund vi shumë shpejt, por për të nuk di si që. Gjithsesi e lënë kohës.